Bebet e para për vitin 2024 lindën në Tiranë, vetëm 1 minutë pas mesnate. Si Hana dhe Amari, janë bebet e para të cilat erdhën në jetë në minutat e parë të vitit 2024 në 2 maternitetet në Tiranë dhe gëzojnë shëndet të plot. Bebet janë vizituar nga Ministre e Shëndetësisë, Albana Koçiu, e cila gjithashtu u ka dhënë bonusin e bebeve foshnjeve. Gëzuar, vit të mbar, e me jetë e shëndet, vajzën e bukur. Viti i ri ka ardhur i mbar edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë. Në Fier, një nën nga Kreshpani ka sjellë një jetë foshnjën të gjinis djalë. Nëna ka lindur në mënyrë natyrale me peshën 4 kg e 100 gram. Ergi është fëmia e dytë në familjen Zybejde Rukaj, e cila ka edhe një vajzë. Edhe në Korçë janë dëgjuar të qerat e para. Në shtëpinë e lindjes mësohet se bebi i parë për vitin 2024 ka ardhur në jetë në orën 8:50 minuta dhe është i gjinis femër. Nëna e bebit është në origjinë nga Pogradeci dhe lindja është kryer me operacion. Bebi gëzon shëndet të plot.